Përshëndetje. U bë sebeb një mik i mirë për ta bërë këtë komunikim me një mesazh ku më shkruan: unë e kuptoj mirë shqetësimin tënd lidhur me parimin dhe me precedentin e rrezikshëm që krijon pezullimi i ministres, se nesër bëhet rrugë dhe i bie që prokurorët e gjykatës të heqin këtë duan nga qeveria, po ajo e linjës ajrore me Kanadan mu duk pak e tepërt. Tani, okej, mbase s'është pak e tepërt, mbase është shumë e tepërt, por shembujt që unë i sjell për të thënë se sa i tepërt është në fakt pezullimi i një ministri. Sepse faktikisht ndryshe nga çdo funksionar publik që mund të pezullohet, ministri i pezulluar jo vetëm që nuk firmos dot vet asgjë, por ama bën që askush tjetër të mos marrë dot vendim dhe të firmos gjësendin e emër të dikasterit, sepse kushtetuta ja jep atij dhe vetëm atij, ministrit, autoritetin ekskluziv të padelegueshëm tek askush tjetër. Prandaj edhe pezullimi i ministrit është absurd si koncept, sepse është bllokim i krejt zinxhirit vendimarrjes për sektorët që ministri mbulon. Dhe ndër gjërat që janë bllokuar nga pezullimi deri tani është edhe marrëveshja me Kanadan për fluturimet ajrore, të cilën po mundohemi tani mos e zgjidhim me Ministrinë e Jashtme. Po ja ta zëm se e zgjidhëm, megjithëse mua më duket shumë e sforcuar, po me 35 vendimet e tjera të qeverisë. Si doja bëjmë? Po me lejet e ndërtimit për investimet në energji të rinovueshme, në infrastrukturë, në godina publike, që kanë kaluar në KKT dhe nuk zbardhen dot pa firmën e pezulluar. Si doja bëjmë? Dhe këto janë punë bllokuara që do të shtohen për ditë. Prandaj edhe unë kam shkuar në gjykatën kushtetuese. Sepse nuk jam këtu për të folur për parimin e moscënimit të balancës mes pushteteve teorikisht, për mos ndërhyrjen e një pushteti tjetër në përbërjen e ekzekutivit teorikisht, për mosmarrjen e kompetencave të kryeministrit nga një prokuror i gjykatës teorikisht. Jo, unë nuk flas teorikisht. Dhe as nuk jam këtu të ndërhyj në punën e prokurorit të gjykatës në fjalë dhe as merrem me pse dhe si ata po merren me një dosje të caktuar për një antar të caktuar të kabinetit. Jo, unë flas për cënimin konkret të balancës mes pushteteve. Për ndërhyrjen konkrete, brutale, në përbërjen e qeverisë, për marrjen konkrete të kompetencave që kushtetuta ja jep kryeministrit, mua në këtë rast, dhe nuk thot gjëkundi që ato mund t'i përdorin sipas qefit, apo sipas tyre, sipas nevojës, edhe prokurorët e gjykatësit. Dhe edhe më konkretisht akoma, pastaj flas se si prekja e gjithë këtyre bllokon punët në sektorin përkatës, në sektorin përkatës, ku hyn ajo marrëveshja me Kanadan, që e përmenda dje, dhe jo pa qëllim, dhe e përmenda pikërisht edhe sepse më vjen plasja që u bë kaq kohë që përpiqemi me mishe me shpirt që të hapim ato fluturimet transoqeanike për Shqipërinë dhe një marrëveshje e parë fantastike për shumë shqiptarë që jetojnë në Kanada, po jo vetëm për ata, na bllokohet sepse na del ky shkop në rrota. Dhe besoj që sa shpjegova dhe sa po shpjegoj këto ditë je përgjigje edhe pyetjes, po mirë, pse nuk e heq ky ministren dhe ja ku u zgjidh edhe ky problem bashkë me gjithë litarin që i bëhet kular këmbëve të atyre sektorëve duke bllokuar punën. Jo, sepse heqja e ministrit në të rast nuk do zgjidhte këtë problem themelor, po do krijonte një problem themelor më vete për të nesërmen, jo për mua, po për çdo qeveri, pasi miu i çbalancimit pushteteve, që do të kalonte këtë herë në mustaqe me idenë se ministrat mund të hiqen pa gjyq, mund të hiqen pa vendim formës prerë, mund të hiqen pa dorëheqje,
mund të hiqen pa vendim të kryeministrit dhe thjesht mjafton një masë sigurie në një gjykatë shkallës parë, do të kthehej në ujk që do kafshonte qeverit, do përbuste parlamentet, do përqeshte votën popullore nga ku edhe buron përbërja e çdo qeverie. Jap se kam shkuar unë në gjykatën kushtetuese. Dhe jap se kjo betejë institucionale as pak politike për të hequr të parin pezullim në botë të një ministri në vendim gjykate, nuk ka asnjë lidhje fare me emrin e vet ministrit. Presion gjykatës. Kryeministri nuk duhet flasë për një proces gjyqësor. Me sa duket me një pjesë nuk kemi kuptuar dhe prandaj jam këtu duke nisur me pyetjen e dini kush e ka ankimuar në gjykatën kushtetuese pezullimin e ministres nga një prokuror dhe një gjykatës. E kam ankimuar unë, natyrisht si kryeministër, jo si Edi Rama dhe natyrisht jo për një individ, një ministër që në këtë rast është edhe zëvendës kryeministër, po për parimin. Për parimin e moscënimit të balancës mes pushteteve. Për parimin e mos ndërhyrjes së një pushteti tjetër të pavarur në përbërjen e pushtetit pavarur ekzekutiv, për parimin e mos marrjes kompetencave të kryeministrit dhe të presidentit nga një prokuror dhe nga një gjykatës. Shkurt, kjo është një betejë institucionale gjyqësore për të mos lejuar atë që nga Komisioni i Venecias konsiderohet shkelje e palejueshme e kufirit ndarës mes pushteteve. Pra, unë jam palë dhe flas si palë. Nuk i bëj presion askujt dhe nuk flas për një proces gjyqësor që zhvillohet diku dhe nuk ka lidhje me rolin tim. Unë flas për publikun për një proces që vendos jo për mua si individ, por për diçka shumë më të madhe, për balancën mes pushteteve të pavarura në Shqipëri, për lirinë kushtetuese të kryeministit të Republikës së Shqipërisë për të vendosur për ekzekutivin dhe për përbërjen e tij, për të drejtën ekskluzive të parlamentit për ta miratuar ose jo përbërjen e një qeverie të propozuar nga kryeministri. Dhe jo sot për sot, po dhe për të ardhmen, pavarësisht nga unë, nga ne, nga ata që sot jemi dhe nesër si jemi në këto detyra. Nëse pezullimi një ministri nga një prokuror dhe një gjykatës sot do të legjitimohej si një drejt e lishme e drejtësisë, atëherë shtrirja e krahut gjyqësorit përtej kufirit ndarës me ekzekutimin dhe me vetë jetën politike shqiptare do të krijonte një precedent unikal të rrezikshëm dhe kërcënues, sepse duke i hapur rrugë presioneve politike ndaj qeverisë, destabilizimit institucional dhe manipulimit e ekzekutivit përmes proceseve penale, do të ndodhte diçka që është e panjohur në Europë. Mjafton vetëm të parafytyrosh se çfarë lojësh politike në dëm të shtetit, në dëm të ligjit, të qytetarëve, të shoqërisë mund sillte e ardhmja apo të hapej kjo vërim e madhe në murin ndarës mes pushteteve kushtetuese në Shqipëri dhe duhet të jesh krejt i papërgjegjshëm kashi Shqipërisë, Republikës sonë, për ta lënë të kaloj pa luftuar gjyqësisht në shkallën më të lartë, atë të gjykatës kushtetuese, këtë tentativë antidemokratike. Aq më keq akoma pastaj, duhet të jesh krejt i verbuar nga urrëtia politike për ta kthyer edhe këtë konflikt kompetencash mes ekzekutivit dhe gjyqësorit në një konflikt politik, siç bëjnë fatkeqësisht për çdo gjë të mbyturit e kënetës. Ma fakti është se ndërkohë që hidhen përpjet mbi llumin e tyre për ta kapur nga duart e prokurorëve ushqimin për opozitarizmin, në këtë rast nuk e tregojnë dot. Një rast vetëm, një vetëm në Europë po dhe në botë po duan që u pezulloka antar i qeverisë me vendim gjykate nga një prokuror dhe një gjykatës. E vërteta është se nuk e gjejnë dot se nuk ka një rast tillë dhe nuk kanë se si dhe ku e nxjerrin
por edhe një të vetëm, sepse pezullimi i një ministri me iniciativën e një prokurori dhe vendim të një gjykatësi është një rrëmbim i kompetencës së kryeministrit. Përpos kësaj, është edhe absurd, totalisht si koncept. Pse? Sepse de jure quhet pezullim, por de facto, në rastin e ministrit është një shkarkim, të cilin kryeministri duhet thjesht ta formalizoj me që e mendoj prokurori dhe e vendosi gjykatësi me detyrim përcaktim, sepse të pezullosh një ministër nuk do thot të pezullosh një funksionar publik të cilit do nivel. Atë, ndërkohë, mund ta bësh sepse ja bën punën dikush tjetër, por do të thot ta zgjësosh pa afat një autoritet me fuqi ekskluzive vendimmarrëse. Që ta din të tërë, nëse ministri pezullohet, zëvendës ministri nuk e ushtron dot autoritetin ekskluziv që kushtetuta ja jep vetëm ministrit për të përfaqësuar sektorin edhe në Këshillin e Ministrave dhe për t'i propozuar qeverisë vendime thuajse të përjashme për ecurinë e sektorit apo sektorëve. As nuk duhet t'i hy fare dokrave dhe teorive konspirative për psen e kësaj betejë ligjore. Se kush nuk do të kuptoj se sa e thjeshtë është, dhe që këtu s'është fjala as për Belinda Ballukun, as për mua e për qeverinë sot, po është fjala për mbrojtjen sot e për gjithnjë të kufive kushtetues mes pushteteve, atëherë nuk ka se si e kupton. Ose pastaj ja do puna e vet dritë shkurtër që të mos e kuptoj. Kështu që për ta mbyllur si palë në proces, që përfaqësoj kryeministrin, jo shtëpinë time, që përfaqësoj interesin shtetëror dhe publik të funksionit tim të përkohshëm, jo interesin vetjak të ministres pezulluar, dua t'i kujtoj tërve një gjë. Detyrimin për të sqaruar opinionin publik lidhur me çështje në interes të publikut, apo me qëndrimet e mia institucionale, unë e konsideroj të panegociueshëm. Qoftë edhe kur bëhet fjalë për një proces apo vendim gjyqësor, për cilin opinioni publik është interesuar të di qëndrimin tim. Dhe prandaj e konsideroj dhe një detyrim të pandalueshëm, nuk pandalon dot mua askush dhe për asnjë arsye që t'i shpjegohem atyre që më kanë vënë në këtë detyrë. Ndërsa ata që s'kan asnjë ide për mënyrën si unë funksionoj në raport me detyrimet e mia ndaj vendit dhe ndaj atyre njerëzve, mund të thonë çfarë të duan. Mua nuk më mbetet vetëm të përsëris urimin tim që gjykata kushtetuese e Republikës Shqipërisë t'ia kursej Republikës Shqipërisë shpikjen e një risie totalisht të pamirëseardhur në historinë e drejtësisë demokratike europiane, apo edhe botërore po doni.